Në kuadër të edicionit të sontëm të lajmeve të televizionit Tuskana ju prezentojmë fshatin Llazheç të komunës së Manastirit, ku jetojnë pranë njëri tjetrit edhe shqiptarët edhe maqedonasit, por këto të fundit e kundërstojnë ashtë për ndërtimin e objektit të xhamisë, për të cilin ekziston komplet dokumentacioni i pronësisë së besisë fetare islame. Është shumë e dhimbshme kur fshinjët maqedonas që kanë 2 kishe në fshat nuk lejojnë ndërtimin e një tempulli të shenjtë për fshinjët e tyre shqiptar të përkatësisë islame. Fshati Llazheç i komunës së Manastirit numëron 60 shtëpi, prej të cilave 30 janë të banuara me shqiptar, ndërsa 30 të tjerat me maqedonas. Banorët e këtij fshati merren kryesisht me bujqësi dhe blegtori. Edhe banorët e këtij fshati janë të pakënaqur me ndihmat e shtetit për prodhimet bujqësore, sepse ato janë të pamjaftueshme për të mbuluar harxhimet për mbjelljen e hapësirave toksore. Nxënësit e këtij fshati shkollimin fillor e ndjekin në shkollën e fshatit, ndërsa të 8 vjeçar në shkollën e Kishavës. Edhe rritet fetare shqiptarët në fshatin Llazheç i zhvillojnë në xhaminë e fshatit Kishav, sepse iniciativa e kahmueshme për ndërtimin e një objekti fetar në fshatin e tyre, edhe sot e kësaj dite mbeti një objektiv i pakonkretizuar. Për çudi, ndërtimi i këtij objekti për banorët musliman kundërshtohet nga fqinjet e tyre maqedonas. Po shqiptarë jemi 30 shtëpi, 30 për atyra janë. Do të thonë 60 shtëpi. 60 shtëpi jemi. 30 me 30. Po. Me çka merren popullatët këtu? Po me bujqësi me ajvan merren. Ju ndihmon shteti për me shumë dobët, shumë dobët tash. Që 2012 s'na ka dhënë subvenci. Qeveria. Hiç s'na ka dhënë as për baktit as për ajvanët. Po me bujqësinë, me tokën. Po me tokën mirë jemi, bereqat, kemi ka pak. Kemi dëgjuar se këtu është ndërmarrë një iniciativë për të ndërtuar një objekt xhamie. Kush e kundërshtoi ndërtimin e xhamisë? Apo ndërtimin ja, Opshtina se le. Po maqedonët ju lejojnë këto të ndërtoni xhami? Nuk na lejojnë. Pse? Përse se kemi razë se bëjmë ne në mes të katunit xhamin, ata thonë jashtë katunit ta bëjmë xhamin. Për atë sebi. Jashtë katunit, po toka mes katunit aty e kujt është? E xhamisë është toka. Po. Ato nuk u lejojnë? Ata nuk në lejojnë. Keni kërkuar nga organet e komunës? Gajdo kemi kërkuar, nuk në lejojnë. Nuk ju. Që 74 të kërkojt kjo gjë, punë e xhamisë dale sot nuk e lejon qeveria. A kisha kanë 2 kisha këta, këtu. Se bëjmë ne, nuk në lejon, se është në vesë të katuni xhamia. Vendi xhamisë. Edhe pse vendi është i xhamisë? I xhamisë, letrat e xhamisë. Me dokumente, me tapi? Krejt me dokumente janë. Jashtë fshatit, thot 1 kilometër. Ku ka xhamiti 1 kilometër për fshatit jashtë? Keni pari ju? Ndërsa ato 2 kishe e kanë? Ata 2 kishe e kanë. E ajo është.